Kisha Radio Ngjallë kemi ardhur në fshatin Shtrëmen, jemi në kishën e re të Shën Llazarit. Atë Petro duket se punët po ecin, kisha po shkon drejt përfundimit. Lavdi Zotit, që gjendemi në Metropolinë e Elbasanit, një metropoli e cila gëzon dhe përpiqet në udhëtimin e saj baritor, por jo vetëm. Në këtë rast ndodhem në fshatin Shtrëmen, në enorinë e Shën Dimitrit dhe pikërisht në këtë enori kryesore shtrihen disa kisha ku eksaktësisht jemi në kishën e Shën Llazarit pranë fshatit Shtrëmen. Kjo kish u ndërtua me bekimin e irsisë së tij Imzot Andoni, mitropoliti i Elbasanit, Shpatëve dhe Bladit, dhe me kontributin e besimtarëve të enorisë së Shtrëmenit, por jo vetëm, sepse shumë njerëz dashamirës, të cilët kur mësuan për thirrjen që u bë për të ndërtuar tempull kushtuar këtij shenjti kaq të dashur, u treguan të gatshëm dhe ndihmuan me shumë bujari, me shumë shpresari që kjo kishë të mund të ndërtohet. Dhe tani jemi në fazën në cilën neve kemi përfunduar pjesën dërmuese ose pjesën kryesore ose pjesën më të madhe të punimeve të kësaj kishe, ku është plotësuar, le themi, pjesa e kupaturës, muret, veshje me gur është drejt përfundimit, ikonostasi, dhe mbeten dhe pak gjëra të cilat do duhet mund t'i realizojmë ose të mund t'i plotësojmë që kisha të jetë më së funksionale. Në fakt edhe kjo është edhe arsyeja pse ne erdhëm atë. Petro pikërisht për t'i parë punimin, por edhe gjithashtu për të bërë një thirrje sërish edhe besimtarëve, të cilët nëse do të munden të ofrojnë sërish për ato gjërat që ka nevojë kisha. Shok të brenda që ka nevojë për ikonografinë e kësaj kishe, por gjithashtu dhe sistemimi i ambientit, çfarë ka nevojë realisht tani kisha. Ajo të cilët pas një takimi që kemi bërë së fundi, epitropia e kishës me në krye mitropolitin Andon, evidentuam që nevojat për ta finalizuar këtë nisëm janë agiografia ose pikturat murale, të cilat janë të nevojshme për këtë kishë të bekuar, janë siç ju e përmendët sistemimet e jashtme, të cilat kemi parasysh trotuaret, rrugicat, stolat, pemët, sistemin e ndriçimit, por gjithashtu edhe një portë kryesore e cila është në nevojë të kishës, duke qenë se kjo kishë nuk është brenda në fshat eksakt, por është në periferi, dhe për këtë arsye ka nevojë që ajo të mund të jetë e sigurt dhe funksionale për nevojat e saj. Unë besoj me hirin e Perëndis dhe me uratat e Shën Llazarit që thirrjeve tona për herë kanë pasur përgjigje pozitive. Shpresoj që edhe këtë herë ne do t'i përmbushim nevojat tona me dashamirësinë dhe shpirtgjerësinë e besimtarëve, që këto gjëra të mund të realizohen. Dhe më pas besoj diku afër Krishtlindjes, ne të kemi mundësi ta inaugurojmë godinën dhe gjithashtu të mund të kemi mundësi të falenderojmë çdo që ka kontribuar, ata që janë të ditur dhe ata që nuk duan që të jenë të njohur, por që ka kontribuar me shpirt dhe me zemër nga ekonomitë e tyre, nga bizneset e tyre, nga familjet e tyre, dhe siç e dim, çdo gjë që kontribuohet në kish nuk humbet. Edhe nëse njerëzit nuk janë të informuar, Perëndia di dhe madje jo vetëm që di, por i shfushon dhuratat e tyre 100 fish. Atë Petro tani ishte kisha duke u veshur edhe me gur, pra guri edhe si një objekt që është përdorur në kisha, ndërtimin e kishave prej kohësh. Mjeshtrat që punojnë këtu janë vendas, nga vijnë ustallarët që punojnë. Është vërtet që kjo kishë është veshur me gur të skalitur, një gur i cili është porositur nga treva e Beratit. Ndoshta edhe për çudi, edhe për koincidencë, shpeshherë krajina e Shpatit ka qenë e varur nga kjo mitropoli ndoshta për periudha të caktuara. Dhe u gjykua që të ishte një kishë dinjitoze dhe për këtë arsye ndoshta u vështirësuam pak për të realizuar këtë lloj punimi, por duke menduar se këto janë godina të cilat janë për një shërbim afatgjatë në shekuj, aq më tepër që kushtohet vetë Zotit tonë Jezu Krisht dhe miku të Zotit Shën Llazarit të bekuar, patjetër që dhe kushtet u krijuan, pse jo mos ta kishim realizuar në këtë lloj forme.
dhe mjeshtrit të cilët kanë punuar, qofshin ata të cilët hodhin themelet apo ata që bën në sistemin dhe themi karbinan, por edhe veshjen, janë të gjithë njerëz të cilët janë të treveve tona, njerëz nga zona këtu përreth, të cilët jo vetëm që kanë kontribuar siç theksuam, por ata me duart e tyre, me mjeshtrinë e tyre kanë kontribuar. Pra edhe një herë tregojmë se Kisha Ortodokse është një faktor shumë i rëndësishëm në marrëvajtjen dhe në ecorinë e përditshmërisë së njerëzve, që çdo kontribut, çdo mundësi, çdo donacion që vjen qoftë edhe nga jashtë apo nga brenda, përdoren për të mirë të vendit, për dobit të tyre dhe për lavdit Perëndis. Petro, pamëm që kur po vinim blak, pamëm edhe besimtarë të cilët kishin ardhur dhe kanë ndezur qërin, kanë ende qëri duke u djegur, por sa e rëndësishme është kjo kishë për këta, për besimtarë këtu të zonës. Edhe çfarë mendojnë me kishën, do të funksionojë si një kishë e rregull që do të kryej shërbesa rregullisht, apo do të mbetet si një paraklisë, si një kishës e cila do të jetë e hapur për besimtarët, që ata mund të vinë gjatë ditës të ta vizitojnë, të ndezin qërin, të luten. Shumë e drejtë. Qëllimi i kësaj kishe, që kur ne hodhim idenë për ndërtimin e saj dhe zmadhimin e saj në përmasa dhe për ta prur në kushte më optimale, qëllimi ishte që kjo kishë jetë funksionale dhe të mund të shërbehet. Jo vetëm të shërbehet si një vend lutje për besimtarë për të ndezur qëri, por këtu të ketë liturgji hynore, dhe ne shumë shpejt tashmë kemi filluar, por ndoshta do të kemi një grafik zyrtar që të paktën 2 herë në muaj këtu të ketë liturgji hynore. Personat të cilët do duan të kenë të kryen misterin e pagëzimit, por gjithashtu edhe misterin e kurorëzimit janë të hapur sepse kjo kishë i plotëson të gjitha parametrat për të kryer shërbesa të mirëfillta. Edhe do mbetet vetëm thjesht një paraklis kur mund të ndezim një qëri, po do vinë do zhvillohen edhe shërbesat. Tashmë kanë filluar njerëzit të interesohen dhe ndoshta janë në prag të mbyllin edhe data për të bërë të tilla mistere, duke qenë se kjo kishë jo vetëm që është një kishë shumë e dashur për besimtarët, por shumë njerëz kanë gjetur përgjigje në lutjet e tyre, në kërkesat e tyre, në falënderimet e tyre drejtuar shenjtit të dashur dhe mikut të Zotit tonë Jezu Krisht të Shën Llazari, dhe për këtë arsye besoj se do jetë një kishë e cila do të ketë jetë, do të ketë gjallëri, do të ketë le të themi aktivitet të gjallë. Kështu që me hijen e Zotit, sapo ajo të përfundojë këto punime ose këto iniciativa që neve lançuam, do t'i kthejmë normalitetit duke vazhduar me një jetë të gjallë liturgjikale, sepse ka shumë njerëz të cilët duan ta frekuentojnë dhe presin nga ne klerikët që të mund të shërbejmë këto mistere kaq të dashura dhe kaq shpresëtare për besimtarët. Petro, nëse keni diçka që doni në një falënderim veçantë doni të bëni ose diçka që në mbyllje të kësaj bisede, kësaj interviste që po zhvilloj, dhe më pas të lëmë pak edhe hapësirë dhe pamje që të shikojnë dhe të gjithë miqtë e Radios Ngjallë, të shkojnë edhe ku ka arritur edhe punimet ku kanë arritur. Është e drejtë që patjetër që ne duhet kemi një ndjejë edhe një detyrim falënderimi dhe mirënjohje. Patjetër falënderimi i parë i takon vetë Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me bekimin e tij çdo gjë bëhet e mundur. Më pas, patjetër për kujdesin e veçantë të mitropolitit të Elbasanit, të Hishtësisë së tij Zot Andoni, i cili tregon një kujtesë të shtuar për marrëvajtjen e këtij objekti kulti dhe për enorinë e fshatit Shtremen dhe jo vetëm, dhe gjithashtu falënderimi tjetër që zëpesh, sidomos në këtë fazë, në këtë moment, është ai i besimtarëve të fshatit Shtremen, të cilët me donacionet e tyre, me interesimin e tyre, patjetër meritojnë një mirënjohje të thellë dhe lut Perëndin që Perëndia t'i mbush shpirtet e tyre me shpresë, bezë dhe dashuri, familjet e tyre, fshatin e tyre dhe çdo gjë të tyre, sepse Perëndia i di të gjitha dhe i pranon të gjitha. Dhe për këtë arsye besoj se Perëndia nuk do t'i praktisi dhe do t'i bekoj kudo që ata janë me hijen e tij dhe t'i përmbushi zemrat e tyre. Atë Petro, ne tani do të vijmë në ditën e inaugurimit, që ta ndjekim nga afër edhe shërbesë që do të zhvillohen këtu, dhe të shpresojmë që deri për Krishtlindje, siç edhe juve na thatë në këtë intervistë, që të jetë përfunduar edhe pikturat morale, por edhe gjithçka që kjo të kishte jetë të themi të zhvillojë aktivitetin e saj adhurues në mënyrë krejt normale. Ju falenderoj shumë atë Petro për kohën, edhe për kushtimin tuaj në fakt që bëni pikërisht për të jo vetëm për të ndërtuar këto kisha të mrekullueshme, siç ne kemi pasqyruar e pasere, por edhe për të qëndruar pranë, për të qenë pranë besimtarëve,
siç edhe duhet të jetë realisht shërbimi i një kleriku të Kishës Ortodokse. Faleminderit. Faleminderit juve, patjetër që thirrja të cilën e kemi bërë vazhdimisht ka qenë e pandalshme, por falë frekuencës së radios Ngjallja, ky zë është bërë më i fuqishëm dhe shumë njerëz janë bashkuar kauzës tonë për ta finalizuar. Dhe lavdi Zotit dhe unë ju falenderoj patjetër përzemërsisht që jeni prezente, që keni dokumentuar dhe evidentuar ose pasqyruar hap pas hapi ecurinë jo vetëm të ndërtim të kësaj kishe, por të Enorisë së Shën Dimitrit ose Enorisë Shtrëmenit, për ecurinë e saj baritore, por dhe jo vetëm. Ju falenderoj. Gjithashtu. Miqtë Radio Ngjallja, ishim në kishën e Shën Llazarit, këtu në fshatin Shtrëmen, në mitropolinë e Hirshme të Elbasanit. Ishim me klerikun përgjegjës me Atë Petrali. Mirë takofshe, mirë dëgjofshe në emisionet e tjera.